Ndërmarrja e shërbimeve publike në Bashkinë e Korçës ka nisur ndërhyrjet për riparimin e asfaltit në disa rrugë të qytetit, dëmtime të cilat janë bërë gjatë muajve të dimrit për shkak të ngricave që kanë shoqëruar këtë sezon dimror. Janë disa akse në qytet ku janë vërejtur dëmtime në pothuajse gjatë gjithë gjatësisë së tyre për shkak të ngricave të dimrit. Bëhet fjalë për rrugët 28 Nëntori, Panoli, Gjon Buzuku dhe Kristaq Prifti, në të cilat janë krijuar gropa dhe amortizimi i akseve, duke vështirësuar qarkullimin e mjeteve por dhe të këmbësorëve. Pas evidentimit të rastit, por dhe kërkesës së banorëve, Bashkia e Korçës nëpërmjet ndërmarrjes së shërbimeve publike po ndërhyr në këto rrugë duke bërë riveshjen me asfalt në mënyrë që këto gropa të mos jenë më shqetësim për drejtuesit e mjeteve, por dhe qytetarët. Si u duket që mirë mbahen rrugët në qytet? Po shumë mirë bëhet që ka gropa, duhet më rregulluar, duhet taksat merren, ka lek për të rregulluar gropat. Gjë e mirë kjo, për popullin, për makinat, për çdo gjë. A mirë mbahet Korça si duhet? Mirë mbahet. Dhe vend parë Korça, nga pasërtia, nga mirëmbajtja, nga parqet, nga çdo gjë. Kjo është një ndërhyrje që ka nisur prej disa ditësh dhe do të shtrihet në të gjitha vendet e dëmtuara, me qëllim riparimin e rrugëve. Bashkia e Korçës i bën apel qytetarëve që të njoftojnë për çdo dëmtim apo problematik që mund të hasin akset rrugore apo dhe pranë banesave të tyre, në mënyrë që sa më parë të merren masa për zgjidhje.